dhe sulmohet gjithë opozita dhe i kërkon pandeurit. Cilët pandeur kemi ne? Këtë pandeurin aty ku është ajo? Që ka marrë 70% buxhetit nga 9 miliard euro. Ku e keni fshehur atë? Ku e keni fshehur? 70% buxhetit dhe na tregon ky net pandeurit. Njëri që s'di as pse është aty. Prandaj lutem shumë nëse është e mundur, edhe kur sulmohet opozita, ju duhet i kërkoni këtyre njerëzve të përdorin fjalorin siç duhet. Edhe tani aty prap me kolegun Kapri, jo dhëndër, jo stërdhëndër. Që janë këto turpe? Po patët në reagim në i provë që këto denoncime që ne bëjnë janë vërteta, bërë dilni flisni gjithë ditën, po letra s'keni, të vërtetën se keni, fuqi s'keni më, edhe keni gjetë këtë që po ikim me spovim. Vetëm sot mediat ndërkombëtare prapë po ju flasin për Kajën e Ballukut. S'keni limit mor zotri. Ndajeni këtë punë, ka dhe një farë anë njerëzore, qytetarie. Keni dhe një përgjegjësi për atë pozicion. Nuk mund të funksionojë parlamenti, hajde të mblidhemi këtu se duhet të mbrojmë këtë hajdut sot e këtë hajdut nesër. Hiqin mërqave hajdutët pas patët lidhje.